5 ushqime duhet të ham pas 60 vjeç. Pse ushqimi bëhet jetik pas moshës 60 vjeç? Kalimi i moshës 60 vjeç nuk është fundi i energjisë, shëndetit apo cilësisë së jetës, përkundrazi, për shumë njerëz është fillimi i një faze më të qetë, më të mençur dhe më të vetëdijshme për trupin. Por një gjë ndryshon në mënyrë të pashmangshme. Nevojat ushqimore të organizmit. Pas moshës 60 vjeç, trupi nuk funksionon më si më parë. Metabolizmi ngadalësohet, masa muskulore fillon të bjerë. Kockat bëhen më të brishta, sistemi tretës më i ndjeshëm dhe imuniteti më i dobët. Pikërisht për këtë arsye, ajo që ham bëhet më e rëndësishme se kur më parë. Shumë sëmundje që shfaqen në këtë moshë si tensioni i lartë i gjakut, diabeti i tipit 2, problemet me zemrën, osteoporoza, dobësimi i kujtesës, problemet me tretjen, nuk lidhen vetëm me moshën, por me vitet e ushqimit të gabuar. Lajmi i mirë. Ushqimi i duhur mund të ngadalsoj plakjen, të përmirësoj energjinë, të forcoj trupin dhe madje të zgjas jetën. Në këtë seri artikuj do të flasim për 5 ushqime thelbësore që çdo person mbi 60 vjeç duhet i përfshijë rregullisht në dietë. Këto ushqime nuk janë të shtrenjta, nuk janë të rralla dhe nuk kërkojnë dieta ekstreme, por janë të provuara shkencërisht dhe të rekomanduara nga mjek dhe nutricionist. Në pjesën 1 do të ndalemi tek pse trupi ndryshon pas 60 vjeç. Cilat janë rreziqet e ushqimit të gabuar, dhe ushqimi i parë më i rëndësishëm që nuk duhet të mungojë kurrë në tryezën tuaj. Çfarë ndodh me trupin pas moshës 60 vjeç? Para se të flasim për ushqimet, duhet të kuptojmë çfarë po ndryshon realisht brenda trupit. 1. Metabolizmi ngadalësohet. Trupi djeg më pak kalori, edhe nëse hani të njëjtën sasi si më parë. Kjo do të thotë se shtimi në peshë bëhet më i lehtë. Yndyra grumbullohet më shpejt. Sheqeri në gjak rritet më lehtë. 2. Humbja e masës muskulore. Pas moshës 60 vjeç, humbja e muskujve, sarkopenia, është e zakonshme. Kjo sjell dobësi fizike, lodhje, rrezik më të lartë për rënje dhe fraktura. 3. Kockat dobësohen. Mungesa e kalciumit dhe vitaminës dëçon në osteoporozë, dhimbje kockash, thyerje edhe nga goditje të lehta. 4. Tretja bëhet më e ndjeshme. Shumë persona mbi 60 vjeç vuajnë nga kafsu, fryrja, urthi, intoleranca ndaj disa ushqimeve. 5. Imuniteti bie. Trupi nuk lufton më infeksionet si më parë. Prandaj ushqimet që forcojnë imunitetin janë jetike. Gabimi më i madh pas moshës 60 vjeç. Shumë njerëz mendojnë, jam plakur, nuk ka më rëndësi çfarë ha. Ky është gabimi më i rrezikshëm. Në të vërtetë, pas moshës 60 vjeç, çdo vakt ka ndikim më të madh. Çdo mungesë ushqyese ndihet më shpejt. Çdo zgjedhje e gabuar reflektohet në shëndet. Ushqimi i keq nuk ju plakon, ai ju sëmur. Ushqimi njëro duhet të ham pas 60 vjeç perimet jeshile, spinaq, brokoli, lakër, rukola. Nëse do të duhet të zgjidhnim vetëm një ushqim për personat mbi 60 vjeç, pa diskutim do të ishim perimet jeshile. Pse janë kaq të rëndësishme? Perimet jeshile janë të pasura me vitamina A, K, acid folik, fibra, antioksidant të fuqishëm, minerale si magnezi dhe hekuri. Përfitimet kryesore për moshën 60. 1. Forcojnë kockat. Vitamina K ndihmon në përthithjen e kalciumit dhe zvogëlon rrezikun e frakturave. Mbron nga osteoporoza. 2. Përmirësojnë kujtesën dhe trurinë. Studime kanë treguar se persona që konsumojnë rregullisht perime jeshile kanë kujtesë më të mirë, ngadalsojnë rënjen mendore, reduktojnë rrezikun e Alzheimerit. 3. Përmirësojnë tretjen. Fibra natyrale ndihmon lëvizjen e zorëve, ul kapsëkun, pastron organizmin. 4. Ulin tensionin e gjakut. Perimet jeshile janë të pasura me nitrate natyrale që relaksojnë enët e gjakut, përmirësojnë qarkullimin, mbrojnë zemrën. Si ti konsumoni perimet jeshile pas 60 vjeç? Të gatuara lehtë në avull, në supa të ngrohta, në sallata të buta, jo shumë të forta, të kombinuara me vaj ulliri. Shmangni skuqen e thellë. Mos i gatuani për shumë kohë, humbin vitaminat. Sa shpesh duhen konsumuar? Çdo ditë idealisht 1-2 porcione në ditë. Një porcion një grusht i madh.
Edhe nëse nuk keni oreks të madh, pak spinaq apo brokoli çdo ditë është një investim për shëndetin tuaj. Një këshill e artë për moshën 60. Nëse ndiheni të lodhur pa arsye, me dhimbje kockash, me tretje të ngadalt, shikoni së pari çfarë po hani, jo me njëherë ilaçet. Ushqimi I duhur shpesh bën atë që ilaçet vetëm e maskojnë. Ushqimi që mbron zemrën, rrit energjinë dhe ju mban aktiv. Pas moshës 60 vjeç, shumica e njerëzve nuk lodhen sepse janë plakur, por sepse gjaku nuk qarkullon mirë. Arteriet janë të ngushtuara. Zemra punon më me vështirësi. Qelizat marrin më pak oksigjen. Kjo sjell lodhje të vazhdueshme, marramendje, frymarrje të shkurtër, dhimbje gjoksi, tension të lartë, dhe këtu hyn ushqimi I dytë më I rëndësishëm pas 60 vjeç. Ushqimi 2 duhet të ham pas 60 vjeç, peshku, sidomos peshqit yndyror. Peshku është një nga ushqimet më të fuqishme kundër plakjes së brendshme. Nëse do të kishte një ilaç natyral për zemrën, ai do të ishte peshku I pasur me omega 3. Peshqit më të rekomanduar: sardele, skumbri, salmon, trofë, haring. Pse peshku është jetik pas 60 vjeç? 1. Mbron zemrën. Omega 3. Ul kolesterolin e keq, LDL. Rrit kolesterolin e mirë, HDL. Zvogëlon rrezikun e infarktit. Stabilizon rrahjet e zemrës. Studimet tregojnë se personat mbi 60 vjeç që han peshk 2-3 herë në javë kanë më pak probleme kardiake, jetë më të gjatë, cilësi më të mirë jetese. 2. Ul tensionin e gjakut. Peshku ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut, përmirësimin e elasticitetit të arterieve, uljen natyrale të tensionit. Shumë njerëz arrin të reduktin dozën e ilaçeve, gjithmonë me këshillën e mjekut, vetëm duke përmirësuar dietën. 3. Përmirëson kujtesën dhe trurinë. Pas 60 vjeç, rënja e kujtesës është shqetësim I zakonshëm. Omega 3. Ushqen qelizat e trurit. Përmirëson përqendrimin. Ul rrezikun e demencës. Ndihmon në humor dhe gjumë. Nuk është rastësi që popullsitë që han shumë peshk kanë më pak Alzheimer. 4. Lufton inflamacionin dhe dhimbjet. Në këtë moshë, dhimbjet e kyçeve dhe muskujve janë të shpeshta. Peshku ul inflamacionin kronik. Ndihmon te artriti. Lehtëson dhimbjet e gjurit dhe shpinës. Si duhet konsumuar peshku pas 60 vjeç? I pjekur në furrë. I zier lehtë. Navo. Me vaj ulliri dhe erza natyrale. Mos e skuqni thellë. Shmangni peshkun shumë të kripur ose të konservuar shpesh. Sa shpesh? 2-3 herë në javë janë ideale. Ushqimi 3 herë duhet të ham pas 60 vjeç. Ara dh farat, ara bajame, fara liri, fara së. Nëse peshku ushqen zemrën nga jashtë, arat dhe farat e ushqen nga brenda çdo qelizë. Pse janë kaq të rëndësishme? Janë të pasura me yndyra të shëndetshme, proteina bimore, fibra. Përfitimet kryesore pas 60 vjeç. 1. Japin energji të qëndrueshme. Ndryshe nga sheqeri, nuk rrisin me njëherë glukozën. Nuk shkaktojnë lodhje pas ngrënjes. Mbajnë energjinë gjatë gjithë ditës. 2. Rregullojnë sheqerin në gjak. Shumë persona mbi 60 vjeç janë prediabetik, diabetik. Arat stabilizojnë sheqerin, përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. 3. Forcojnë trurinë. Arat, sidomos arat e zakonshme, bajamet, janë të lidhura drejt për drejt me përmirësimin e kujtesës, reagim më të shpejt mendor. 4. Përmirësojnë tretjen. Fibra ndihmon florën e zorve, pastrimin e organizmit. Si ti konsumoni arat dhe farat, një grusht në ditë, në mëngjes me kos, të bluara në sallata, në supa ose ushqime të buta. Mos I teproni, janë kalorike. Shmangni versionet me krip ose sheqer. Gabimi I zakonshëm pas 60 vjeç. Shumë njerëz thonë, kam dhëmë të dobët, nuk I ha dot. Zgjidhja. Njomini në ujë. Përdorini si krem ose pluhur. Mos I hiqni nga dieta për shtatini. Lidhja mes ushqimit dhe plakjes. Plakja nuk vjen vetëm nga vitet, por nga mungesa ushqyese, qarkullimi I dobët dhe ushqimet e duhura.
e ngadalsojnë plakjen, e mbajnë trupin funksional, rrisin pavarësinë fizike. Por e vërteta është shumë më ndryshe dhe shumë më shpresëdhënëse. Plakja nuk është vetëm çështje vitesh, por çështje zgjedhjesh. Ajo që vendosni në pjatën tuaj çdo ditë, ose e përshpejton dobësimin, ose e ngadalson plakjen, ose ju jep vite jete me dhimbje, ose ju jep vite jete me dinjitet. Ushqimi nuk është thjesht diçka për të ngopur. Pas 60 vjeç, ushqimi bëhet ilaç, mbrojtje, burim force, çelës i pavarësisë fizike dhe mendore. Le t'i kujtojmë shkurt 5 ushqimet kryesore. 1. Perimet jeshile janë themeli i shëndetit. Forcojnë kockat, përmirësojnë kujtesën, rregullojnë tretjen, ulin inflamacion. Duhet të jenë në tryez çdo ditë. 2. Peshku, mbrojtësi i zemrës dhe trurit. Ul tensionin, mbron arteriet, përmirëson kujtesën, ul rrezikun e infarktit, minimumi 2-3 herë në javë. 3. Arat dhe farat, energjia e qëndrueshme, stabilizojnë sheqerin, ushqejnë trurin, përmirësojnë tretjen. 1 grush në ditë është i mjaftueshëm. 4. Produktet e qumështit, kos, djath i bardh, kefir, aleat të kockave dhe zorrëve, japin kalcium, përmirësojnë florën e zorrëve, ulin rrezikun e osteoporozës. Zgjidhni versione natyrale dhe pa sheqer. 5. Frutat e buta dhe sezonale, mbrojtje kundër plakjes, antioksidant, vitamina, hidratim natyral, moll, dardh, mana, portokall por me mas. Mesazhi më i rëndësishëm pas 60 vjeç. Nuk është kur vonë për të përmirësuar shëndetin. Edhe nëse keni pasur ushqim jo të rregullt më parë, keni sëmundje kronike, merrni ilaçe çdo ditë. Trupi reagon pozitivisht shumë shpejt ndaj ushqimit të mirë. Shumë njerëz mbi 60 vjeç kanë përjetuar më pak dhimbje, më shumë energji, gjumë më të mirë, humor më të qëndrueshëm, vetëm duke ndryshuar atë që hanë çdo ditë. Një e vërtet që pak e thonë, mjekësia trajton sëmundjet, por ushqimi i mirë i parandalon ato. Ilaçet janë të nevojshme, por nuk e ndërtojnë trupin, nuk e forcojnë muskujt, nuk e ushqejnë trurin. Këtë e bën vetëm ushqimi i duhur. Një këshill e fundit, por shumë e rëndësishme. Mos u përpiqni të ndryshoni gjithçka menjëherë. Filloni me një ushqim. Shtoni gradualisht të tjerët. Bëjeni zakon, jo sakrificë. Sepse jetëgjatësia nuk fitohet me ekstreme, por me qëndrueshmëri.